Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić, në një paraqitje të pazakontë, tha se serbët janë gënjur për shumë kohë me pohimet se Kosova është serbe. Në një shkrim botuar në gazetën NIN të Beogradit, ai thekson se Serbia duhet të përcaktojë kufit real shtetëror dhe të bëjë përpjekje për të siguruar një jetë normale për komunitetin serb në Kosovë. Qëndrimi i tij shihet si një kthes në qëndrimin e qeverisë serbe ndaj çështjes së Kosovës në funksion të integrimeve evropiane. Të dyja palët pritet që më 20 mars të vazhdojnë bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, që aktualisht janë përqendruar në mënyrën e administrimit të veriut të Kosovës, të banuar me shumicë serbe. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë atje Besim Abazi. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić tha se serbët janë gënjur për shumë kohë me pohimet se Kosova është serbe, prandaj është koha që Serbia përfundimisht të përcaktojë kufijtë e saj real. Në një shkrim autorial në gazetën Beograda Senin, ai tërheq vërtetën se për 10 vjet me radhë çështja e Kosovës ishte tabu. Askush nuk ka mundur që zyrtarisht të thotë të vërtetën. Janë treguar prralla dhe gënjeshtra që Kosova është e jona, thekson ai. Ky qendrim, thotë ai, nuk ndihmon as pak. Presidenti i Serbisë nuk mund të shkojë në Kosovë, as kryeministri dhe as ndonjë ministër, aq më pak policia dhe ushtria serbe, ka thënë ai. Ai tërheq vëmendjen se Serbia pret një punë pa kryer që ka të bëjë me caktimin e hapësirave të veta dhe ngritjen e kufive real shtetëror. Beogradi, thotë ai, duhet të shtojë përpjekjet që të ruajë atë që është e mundshme nga Kosova dhe të mundësohet komunitetit serb një jetë normale dhe një ardhmë më e qartë. Në këtë mënyrë do të ketë ardhmë edhe për vetë Serbinë, ka thënë kryeministri serb në një paraqitje që nga vëzhguesit shihet si një kthesë e madhe në qasjen e qeverisë serbe ndaj çështjes së Kosovës në funksion të integrimeve evropiane. Serbia vazhdon të kundërshtojë pavarësinë e Kosovës, por është angazhuar në bisedime për normalizimin e marrëdhënieve, me që kjo është kusht që ajo të marrë datën e fillimit të negociatave për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Serbia është pajtuar të jap fund pranisë së strukturave të mbështetura prej saj në veriun e Kosovës, por kërkon një shkallë të lartë autonomie për atë zonë nëpërmjet krijimit të Bashkisë së Komunave Serbe. Prishtina zyrtare është shprehur në favor të krijimit të një asociacioni të komunave me shumicë serbe, por ka hedhur poshtë çdo mundësi që ai të ketë pushtet ekzekutiv. Partitë opozitare në Kosovë kërkojnë që qeveria të jetë e kujdesshme në bisedimet që do të vazhdojnë me 20 mars, sepse çdo forcim i asociacionit të komunave që është paraparë dhe me dokumentet në fuqi mund të dëmtojë funksionimin e shtetit. Edhe vëzhgues vendase ndërkombëtar kanë shfaqur drojën se një asociacion komunash me funksione ekzekutive do të mund të krijonte një entitet të veçantë ngjashëm me Republikën Serbe në Bosnjë. Një mundësi e tillë është hedhur poshtë nga kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, ndërsa edhe zyrtarët serb kanë theksuar se nuk është kërkuar një gjë e tillë. Opozita në Serbi thotë se qasja e Beogradit zyrtar për qendrën e pavarësisë së Kosovës dhe sipas kryetarit të Partisë Demokratike Serbe Vojislav Koštunica do të ishte në interesin e Serbisë që bisedimet aktuale të dështojnë në mënyrë që në të ardhmen të hapen bisedime nën mandatin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Zyrtarët evropianë thonë se bisedimet ndodhen në një periudhë vendimtare dhe se të dyja palët duhet të angazhohen më shumë në arritjen e marrëveshjeve me që koha është e shkurtër. Mesi i muajit prill është afati kur të dyja palët do të duhet të arrinë një marrëveshje kuadër për situatën e veri dhe nga kjo varet edhe rrugtimi i tyre drejt integrimeve evropiane. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.